ofenduar asnjë burr libranti zonjë Gjilda. Unë kam thënë shumë thjesht diçka që po ta përsëris prapë në mënyrë metaforike natyrisht. Kam thënë gjysmat. Kam shpjeguar një elektoratin dhe kam thënë që 56% e grave shqiptare dhe vajzave shqiptare, dhe kjo është domethënia më e madhe për të gjitha këto broshkulla që thuan vërdall. Kjo është përgjigja më e mirë për të gjithë ata që për natë në gjitha pasqyrat e kënetës mediatike vetëm konfuzojnë, helmojnë, çorodisin miletin me muhabete që nuk kanë asnjë lidhje me realitetin, fare. Fakti që 56% e grave dhe vajzave që janë pjesa më e shëndetshme politikisht sepse janë më pak e prirura për të ulur e për të harxhuar kohë të tërë në për kafene duke u marrë me llafe dhe me fashateme, mbështet Partinë Socialiste. Dhe unë kam thënë që 56% e grave mbështetin Partinë Socialiste. Kjo është statistik, është anket, në disa qarqe shkon deri 65%. Shumica e votuesve të parë mbështetin Partinë Socialiste. Tek burrat jemi më afër, megjithëse është më shumë se gjysma, po më afër. Dhe unë kam thënë, ne na mjafton shumica 56% e grave, 55% e votuesve të parë dhe gjysma e burrave, se gjysma tjetër janë çyryk. Dhe pse kam thënë janë çyryk? Nuk kam thënë janë çyryk individualisht, kam thënë çyryk politikisht. Dhe përsëris prapë dhe i rri prapë, sepse të shkosh me kënetën dhe të mos kuptosh momentin historik në cilin është sot Shqipëria, ka i problem shumë madh. Kjo është logjika e fjalës time. Dhe kjo është arsyeja pse gratë Dibrane dhe pse burrat Dibran që kuptojnë dhe që vlerësojnë edhe gratë nuk janë fare të fyer, përkundrazi, dhe do t'i shikosh në zgjedhje. Apo pastaj do vijë ajo fjalia, si thoshin ca çyryk atje në ato pasqyrat e kënetës natën, që mbahen për analist. Është popull i smur ky, se mendon që gjërat po shkojnë drejtim në dur, ose i ka bler Rama. Do me thënë 800 e kusur mijë, që mund të shkojnë 900 e kusur mijë, mund të shkojnë afër 1 milion të herë, nëse do ju mundsohet gjithë emigrantëve vota e tyre, se ka pas sa probleme DHL-ja me sa kam dëgjuar, i kam bler unë. Zoti i madh.